Mos I gjyko njerëzit nga pamja e jashtme. Më duhej të kaloja mbi një urë. Ishte shumë e lartë dhe jo stabile, ndaj edhe më kaploi frika. E pash bashkëshortin në anën tjetër të urës. U gëzova fort. I kërkova të më afrohej. Jo, nuk erdhi. Jam I angazhuar në ditë shumë më të rëndësishme dhe mësohu t'ja dalësh mban vetë, ishin fjalët e tij. Fort u lëndova dhe me lot në sy, disi e mblodha veten dhe arrita ta kaloj urën. Sa po dola në anën tjetër, u befasova kur e pash bashkëshortin duke e mbajtur litarin e urës së prishur. Shpesh herë çuditesh me mospraninë e bashkëshortit. Ai mund të mos ju ndihmoj ta kaloni urën, por mos harro, ai mund të jetë duke e mbajtur litarin e urës së prishur për ti, kur ti s'ke besim në fuqinë tënde.